Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zbuloni çfarë shkaktojnë në 3 hurma arabe në organizëm dhe kush duhet t'i konsumojë çdo ditë. Ju mbase nuk e dini faktin se hurmat arabis, përveç se janë të shijshme, kanë edhe vlera shumë të larta ushqyese për organizmin. Në këtë video sipas Health.com do të tregojmë disa nga arsyet kryesore dhe vlerat që duhet të merrni nga konsumi i hurmave të arabis. Sipas Health.com ato janë të pasura me shumë lëndë ushqyese. Hurmat e arabis janë të ushqyeshme dhe të pasur me mangan, magnez, me fibër, vitaminën B6, kalium dhe bakër. Sistemi i tretës përmirësohet kur ju konsumoni hurma arabie. Konsumi i rregullt i hurmave të arabis bën shumë më mirë kundër kapsllëkut, gazdrave, fryrjeve të barkut e të tjera. Sasia e lartë e fibrave garanton këtë, si edhe është të përdorur në trajtimin e hemoroideve. Ajo është një qetësues efektiv i dhimbjeve. Hurmat arabis përmbajnë magnez, i cili është i njohur si një përbërës antiinflamator, si të tilla janë efektet kundër entjes dhe dhimbjeve të shkaktuar nga artriti. Ato janë efektive edhe në reduktimin e inflamacionit arterial dhe si rezultat reduktojnë rrezikun e goditjeve dhe sëmundjeve në zemër. Gratë shtatzana mund të këshillohen të konsumojnë më shumë hurma arabie. Është vërtet se hurmat arabis janë të përdorura edhe nga gratë shtatzana, por ato që duan të humbasin në peshë si dhe gjatë procesit të lindjes. Kjo është treguar nga një studim shkencor që ka marrë në testim rreth 70 gra dhe ku është të parë se gratë që kanë konsumuar hurma arabie gjatë 4 javëve të fundit të shtatzanisë së tyre kanë pasur një proces lindje më me pak dhimbje. Hurmat e arabis janë efektive në rregullimin e presionit të lartë të gjakut dhe parandalimin e goditjeve. Presioni juaj i gjakut mund të rregullohet kur hani hurma arabie, pasi ato përmbajnë magnez. Kaliumi gjithashtu ndihmon në luftimin e sëmundjeve kardiovaskulare, kështu që ato janë thelbësore për shëndetin e mirë të zemrës. Magnezi është gjithashtu i mirë në parandalimin e rrezikut të goditjeve, gjë që është botuar edhe në American Journal of Clinical Nutrition. Hurmat arabis ndihmojnë gjithashtu në përmirësimin e funksioneve të trurit. Është provuar përmes studimeve se vitamina B6 e konsumuar në sasinë e duhur dhe rregullisht ndihmon që truri të funksionojë në mënyrë perfekte. Hurmat arabis janë të pasur me këtë vitaminë që ndihmon në përmirësimin e memorjes, funksionin njohës, përqendrim dhe në fokus. Hurmat konsiderohen një minier e vitaminave pasi përmbajnë kalcium, hekur, magnez, sodium, squfur, klor, vitaminën A, B1, B2 dhe D. Ja disa arsye pse duhet të hani hurma rregullisht në dietën tuaj. Ato forcojnë ëmbëlsinë dhe përmirësojnë punën e saj detoksifikuese. Forcojnë muskujt, luftojnë stresin nervor, përmirësojnë punën e gjendrës tiroide dhe të enëve të gjakut. Zbusin ashpërsinë e fytit dhe largojnë sekrecionet. Hurmat freskojnë zorën dhe i mbrojnë ato nga infektimet, pastrojnë veshkat dhe normalizojnë urinimin. Nëse nuk e dini, ato janë edhe ushqim edhe ideal për të vegjëlit. Hurmat përmbajnë sheqerna natyrore të cilat thithen dhe treten lehtë, kështu që janë të sigurta dhe dobiprurse për stomakun dhe për zorët tuaja. Gjithashtu lëngu i hurmave i përzirë me qumësht është i dobishëm me vlera të shumta rregulluese dhe ushqyese si për të vegjëlit, ashtu edhe për të rriturit. Hurmat arabis janë një zgjidhje shumë e mirë jo vetëm për agjerim, por edhe të përfshihen vazhdimisht në dietën tuaj. Ato përmbajnë lëndë ushqyese të pasura për organizmin. Gjë e parë që do të vëreni është se hurmat arabis kanë përfitime të mëdha ushqyese. Ju nuk do të keni nevojë të merrni të gjitha ato vitamina kur ju hani 3 hurma në ditë. Ato përmbajnë bakër, kalium, fibër, mangan, vitaminë B6 dhe magnez. Hurmat arabis do të përmirësojnë gjithashtu edhe tretjen e ushqimit. Hurmat arabe janë ushqime të mira për tretjen e ushqimit. Nëse keni probleme me sistemin tretës, kapsllëkun ose probleme të tjera të ushqyerit, hurmat arabe mund t'ju ndihmojnë në këtë aspekt. Pjesa e saj është e pasur me fibër që përmbajnë edhe element që reduktojnë rrezikun e problemeve të zorës së trashë dhe më shumë. Hurmat arabis janë të rekomanduara në trajtimin e hemoroideve. Hurmat arabe njihen si lehtësues të dhimbjeve dhe më shumë, sepse hurmat kanë më shumë magnez, i cili është një antiinflamator. Ato mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve dhe ngërçeve gjatë natës. Studimet kanë treguar se magnezi tek hurmat arabe ndihmon në uljen e inflamacionit arterial dhe ul rrezikun e sëmundjeve në zemër, si dhe të mpiksjes dhe inflamacionit të eshtur, të Alzheimerit, artritit e të tjera.
Hurmat arabis janë të mira për shëndetin gjatë shtatzanisë. Hurmat arabe janë të mira për tensionin e lartë të gjakut dhe goditjen në zemër. Magnezi që ndodhet te hurmat arabe është gjithashtu i dobishëm kur është fjala për uljen e presionit të lartë të gjakut. Shumë njerëz janë me ilaçe për presionin e gjakut, por me ngrënien e këtij fruti të gjithë bëhen të panevojshëm. Kaliumi që është te hurmat arabe është gjithashtu i dobishëm sepse ndihmon që zemra të punojë më mirë dhe të ulë presionin e gjakut. Hurmat arabe bëjnë trurin të punojë më mirë. Ka pasur edhe shumë studime të kryera mbi këtë përbërës të hurmave arabe dhe lidhjen e tyre me shëndetin e trurit dhe ajo ka treguar se kur jeni të mjaftueshëm me vitaminën B6, ndihmon gjithashtu trurin të punojë më mirë. Ato përmbajnë nivele të mira të vitaminave dhe gjithashtu duhet të jenë pjesë e pandashme e dietave tuaja. Është e rëndësishme që hurmat i keni pjesë të recetave tuaja duke i përzierë edhe me produkte të ndryshme ushqyese. Hurmat janë ndër produktet më të lashta të përdorura për mijëra vitesh për të mbrojtur kundër komplikacioneve dhe për të forcuar organizmin tuaj. Hurmat arabis kanë vlera shëruese por të kombinuara në një recetë me qumshtin, ato do të ofrojnë dyfishin e lëndëve ushqyese. Në këtë video, sipas health.com, do ju mësojmë një recetë të thjeshtë të përgatitur dhe fantastike dhe mirëbërëse për trupin e njeriut. Këtë recetë mund ta përgatisni dhe ta konsumoni çdo ditë për të përfituar në maksimum nga vlerat e tyre, duke përmirësuar kështu edhe organizmin. Hurmat arabis përmbajnë disa lloje të sheqernave në të cilën nuk ka nevojë të treten pasi përtithen me njëherë nga gjaku dhe kthehen tek muskujt dhe truri duke ndihmuar kështu në uljen e niveleve të kolesterolit në gjak. Të kombinuara me qumshtin, ato japin trupit energji duke ndihmuar në mirë funksionin e organeve të trupit. Sipas studimeve të cilave u referohemi, një gotë me qumësht me hurma arabie çdo ditë i dhuron trupit të gjitha vlerat ushqyese si hekur, fosfor, kalium, zink, magnez, vitaminën A, D dhe C, dhe mbron organizmin nga ushqime të dëmshme dhe të pashëndetshme. Kjo recetë ndihmon në mbajtjen e enëve të gjakut të shëndetshme, sistemi nervor, veshkat, ndihmon me konstipacion, mbron kockat duke parandaluar dobësimin e tyre, forcon sistemin imun dhe ndihmon mëlçinët të pastruhen nga toksinat. Hurmat arabis janë të mira për anemin dhe për shëndetin e zemrës. Sipas të dhënave të Bright Side, qumshti me hurma arabe ndihmon organizmin që të jetë një mburojë shumë e mirë kundër anemisë. Kjo recetë përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në zhbllokimin e arterieve duke mbrojtur zemrën. Hurmat arabis bashkë me qumshtin gjithashtu mund të ndihmojnë në zhbllokimin e arterieve dhe të mbrojnë zemrën. Hurmat arabis janë të fuqishme kundër virozave, bakterieve dhe infeksioneve, ndërsa forcojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Ato janë të mira në forcimin e shikimit dhe të dëgjimit. Sipas të dhënave të cilave u referohemi sipas Bright Side, konsumi i qumshtit me hurma arabie përmirëson nivelin e shikimit duke forcuar në tërësi shëndetin e syve. Gjithashtu kjo recetë ndihmon në shëndetin e veshëve, forcon dëgjimin si dhe sistemin nervor në tërësi. Redukton stresin, irritimet dhe i dhuron qetësi shpirtërore dhe mendore trupit. Falë vlerave të larta ushqyese, qumshti me hurma arabie ndihmon edhe në forcimin e dhëmbëve gjithashtu. Për përgatitjen e kësaj recete do ju duhet të ndiqni këto hapa. Pastroni në ujë të rrjedhshëm 7 hurma arabe. Largoni bërthamat dhe pjesën e tulit e prisni në 2 pjesë. E kaloni në mikser dhe më pas shtoni një gotë me qumësht. Kalojeni sërish në mikser derisa masa të bëhet e njëtrajtshme. Më pas hidhni një gotë dhe pini menjëherë. Mund ta pini çdo herë në mëngjes ose gjatë ditës ose në mbrëmje. Kështu do të merrni përfitimet kryesore që do të keni edhe nga hurmat arabe. Hurmat përmbajnë fiber, e cila është një përbërës kyç në tretjen e shëndetshme. Një sasi prej 100 gramësh ofron 7 gram fiber, e cila mundëson lëvizjen më të mirë të zorëve. Megjithatë, stomaku kërkon pak kohë që të mësohet me fibrat e larta, prandaj duhet i shtoni ato në mënyrë graduale në dietën tuaj, dhe asnjëherë në mënyrë të menjëhershme. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.